Dje në orën 16:30 në punës policor nga Departamenti i Policisë Zherovian e kanë privuar nga liria NJ 65 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas një raporti paraprak se në shtëpinë familjare e ka sulmuar fizikisht dhe i ka shkaktuar lëndime bashkëshortes së tij 63 vjeçare, të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 22:40 në rrugën Iliria në Tetov, në punës policor nga SPB Tetov, e kanë privuar nga liria personin ND, 42 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një raporti paraprak se në shtëpinë familjare e ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, ndërsa më pas është sjell në mënyrë agresive dhe ndaj në punësve policor, derisa kanë kryer veprime zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate, në Departamentin e Punëve të Brendshme Gostivar, një 50 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se 15 minuta pas mesnaten, në oborin e shtëpisë, ku jetojnë të ndarë me ish bashkëshorten e tij SK, është sulmuar fizikisht nga ajo dhe vllai i saj S nga Gostivari, po merren masa në zbardhjen e rastit.